Zbardhen pasuritë e përfaqësuesve diplomatik të Republikës së Shqipërisë, referuar deklaratave të dorëzuara pranë ILDKP-s. Ambasadorët e Shqipërisë nga vendet më të rëndësishme të Europës dhe botës për vitin 2015 deklarojnë disa apartamente të ardhura të majme, qindra mijëra euro të ardhura nga shitja e pronave, makina, si dhe pagat e bashkëshorteve dhe të fëmijëve. Ambasadori i Shqipërisë në Francë, Dritan Tolla, deklaron një apartament me sipërfaqe 128 m2 me vlerë $50.000. Tjetër apartament përfituar nga privatizimi i banesave në vitin 1992, si dhe një garazh për 2 makina me vlerë €30.000. Ambasadori Tolla për vitin 2015 deklaron edhe një tokë arullishte me sipërfaqe totale 6.188 m2 në Tiranë me vlerë $2 milion, si dhe një kontratë sipërmarrje për dhënie trualli për ndërtim. Tolla deklaron blerjen një makine tip Citroen 24.000 euro, makinë të vjetër historike Citroen 2.000 euro, si dhe blerjen një makine tip Fiat nga bashkëshortja Luen Atolica me vlerë 14.000 euro. Gjithashtu Tolla ka deklaruar edhe të ardhurat mujore të tija si dhe nga familja. Ndërsa ambasadori i Shqipërisë në Athinë Dashnor Dervishi deklaron se gjatë vitit 2015 ka shitur 2 apartamente në Lalës dhe në Golem me vlerë 22.000 euro dhe 16.000 euro. Ambasadori i Shqipërisë në Mbretërinë e Vendeve të Ulta Adia Sakiqi deklaron se ka blerë për 320.000 euro një shtëpi me sipërfaqe 240 m2 në Bruksel. Si burim, zonja thot se ka marrë një kredi 150.000 euro, ndërsa pjesën tjetër i ka kursyer nga të ardhurat mujore. Sakiqi pohon se është pronare një makine Skoda Kambja me vlerë 15.000 euro, si dhe disa llogari bankare. Ndërkaq ambasadori i Shqipërisë në Katar, Edmond Caca, deklaron 637.000 euro të ardhura nga shitja një toke truall në Tiranë. $25.644 pagën si ambasador, 20.000 euro overdraft dhe të ardhura nga aktiviteti bashkëshortes. Ndërkaq Leonard Demi, ambasadori i Shqipërisë në NATO, rezulton me pasuri dhe të ardhura modeste. Demi thot se ka kursyer 10.000 euro, ndërsa deklaron pagën e tij si ambasador 1.810 euro në muaj, si dhe pagën e bashkëshortes Pranvera Kamani, pagë pranë misionit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Leonard Demi ka shlyer edhe një kredi bankare. Ambasadori i Shqipërisë në Vjenë Roland Bimo deklaron se ka përfituar një apartament 84 m2 si i pas 3 për $2.286.000 të reja nga enti kombëtar i banesave, por të ardhurat dhe depozitat e deklaruara nga ambasadori në fjalë arrin në mbi 150.000 euro. Roland Bimo deklaron një llogari investimesh 51.000 euro, pagën 21.972 euro, llogari bankare 18.000 euro, pagën e bashkëshortes si sekretare teknike, si dhe një llogari kursimesh të djalit Andi Bimo 10.000 euro.